Përplasja fatale me një fori stradi ka marrë jetën një adoleshenti në fshatin Zenish të Matit, pak kilometra larg Burrelit. I mituri me inicialet MM po udhëtonte me bicikletë kur është goditur nga makina. Ajo është dërguar me urgjencë në spitalin e Burrelit e më pas është transportuar edhe drejt Tiranës, por nuk ka mundur të mbijetojë për shkak të hemoragjisë së madhe. Ndërkohë policia arrestoi drejtuesin e mjetit që shkaktoi këtë aksident. 2 makina janë përplasur me njëra tjetër në aksin rrugor Bulqis-Peshkopi, fatmirësisht pa viktima. Shoferët Fatos Liça 32 dhe Shpend Hysa 34 vjeç kanë marrë plag, por nuk janë në rrezik për jetën pas ndihmës që morën në spitalin e qytetit. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti. Edhe në Tiranë, dalja nga rruga e një automjeti në afërsi të rreth-rrotullimit të Doganës ka sjell plagosin e 2 personave. Makina sipas policisë ka goditur bordurën e një karburanti, çka ka sjellë lëndimin e shoferit dhe vëllait të tij. Ata kanë marrë ndihmën e parë në spitalin Usharak.